sot zyrtarisht edhe po hapim javën olimpike, një aktivitet që organizon Komiteti Olimpik i Kosovës për shumë vite. Dhe si që tha edhe kushtrimi, me qenë se 1 qershor është dita fëmijëve, ne edhe sot po fillojmë me këtë aktivitet shumë të rëndësishëm për lëvizjen olimpike në Kosovë, në gjithë vendin tonë. Fokusi veçantë në këtë aktivitet do të jenë fëmijët tonë, të rinjtë tonë, që sa më shumë të informohen rreth sportit dhe të mbinen sa më shumë me sport. Ky është edhe qëllimi kryesor i Komitetit Olimpik dhe Lëvizjes Olimpike. Pra, siç tha edhe kushtrimi, ne sot po e hapim dhe sot do të kemi aktivitetin e parë në qendër të Prishtinës, ku dua të falenderoj edhe kryetarin përparim Rama, i cili sot gjendet këtu në këtë hapje, për kontributin dhe për krahjen që po e bën për sportin në përgjithësi në komunën e Prishtinës. Mirë po shqyrtoj rastin të falenderoj gjitha komunat e Kosovës, sepse në këtë aktivitet marrin pjesë rreth 26 komuna në mbar Kosovën, dhe me siguri që gjithë fëmijët e Kosovës do të kenë mundësi që të marrin pjesë në këto aktivitete gjatë javës olimpike dhe të mësohen me lëvizjen olimpike dhe të informohen me sporte të ndryshme. Pra, dita kryesore e kësaj jave është 4 qershori, ku do të jetë një aktivitet edhe më i madh në Prishtinë, ku do të ketë fëmijë nga mosha të ndryshme 6 dhe 7 vjet, nga gjithë Kosova, dhe do të jetë një vrapim i bashkë ashtu siç e bëjmë çdo vjet. Dhe kjo prapë po them që do të jetë promovim shumë i mirë për lëvizjen olimpike të vendit tonë. Unë nuk do të humbi kohë shumë, me qenë se kemi këtu edhe kryetarin e komisionit të këtij aktiviteti të Halil Sulejmani, njëherët edhe kryetari i Federatës së Atletikës së Kosovës, i cili do t'ju informon më shumë në detaje lidhje me organizimin dhe aktivitetet gjatë kësaj jave. Atëherë ja kaloj fjalën kryetarit. Kryetar. Faleminderit shumë. Atëherë përshëndetje të nderuara media, përshëndetje të dashur qytetarë të kryeqytetit të gjithë Kosovës. Kënaqësi me qenë sot së bashku këtu me Komitetin Olimpik në zyret e Komitetit Olimpik këtu, së bashku me presidentin e Komitetit Olimpik, zotin Ismet Krasniqin, po ashtu edhe me kryetarin e Federatës të Atletikës, zotin Sulejmani. Sot, kur edhe festojmë ditën e fëmijëve, është ditë e veçantë sepse po e shënojmë të njëjtën kohë edhe ditën olimpike 2026, një ditë që na e kujton fuqinë e sportit për me i bashku njerëz, për me promovu shëndetin dhe me ndërtu një shoqëri më të mirë dhe më të drejtë. Vedini që kryeqyteti ka një fokus të veçantë tash në aspektin e sportit, sepse jemi edhe në proces të përgatitjeve për lojrat mediterane të vitit 2030, ku edhe Prishtina është një koqire këtyre lojrave. Kështu që kemi përshpejtu intensitetin e krijimit edhe të hapësirave sportive, hapësirave të ndryshme sportive, në bashkëpunim edhe me Komitetin Olimpik, me federatat të ndryshme, po ashtu edhe me Ministrinë e Sportit. Prandaj sot jam më së i gëzuar që jemi këtu së bashku, edhe së bashku po i shtyjmë proceset përpara për të mirën e të rinjve tonë, për të mirën e vendit tonë. Si kryeqytet mbetemi të përkushtuar në investime tjera shtesë. Kemi pas edhe konferencën e investitorëve, ku kemi një numër të madh të investitorëve privat të cilët janë të interesuar që ata na bashkohen në transformimin e kryeqytetit dhe krijimin të infrastrukturës sportive, e cila është më së nevojshme edhe tash për qytetarët e kryeqytetit dhe gjithë Kosovës, mirë po edhe në përgatitje për lojrat mesdhetare. Prandaj dua ta falenderoj Komitetin Olimpik të Kosovës për organizimin e kësaj jave të rëndësishme, si dhe të gjithë partnerët, edhe shkollat e ndryshme, edhe fëmijët tanë që kanë me qenë tash edhe pjesë e garave të ndryshme që ndodhin sot, në sportet të ndryshme që ndodhin sot në sheshet e kryeqytetit, po ashtu i mirëpres edhe me datën 4 qershor edhe në garën e madhe të vrapimit, ku më shumë se 1000 nxënës prej shkollave të ndryshme do të marrin pjesë në qendër të kryeqytetit. Ju mirëpresin të gjithëve, urime dita e fëmijëve edhe dita olimpike 2026. Faleminderit. Kjo javë olimpike përshëndes edhe kryetarin e komunës Përparim Raman dhe presidentin e Komitetit Olimpik Ismet Krasniqin, edhe kushtrimi që jemi këtu bashkë.
ne si Komision i Komitetit Olimpik për organizimin e ditës dhe gjithësisht javës olimpike, ne si që dim edhe jo me siguri e dini që lojrat olimpike janë që nga viti 1896 kanë filluar që të zhvillohen në barë botën moderne, të atë kanë qenë, dhe dita olimpike është dita e 26 qershori, do ditë olimpike që parashihet me konvendat e saj, mirë po ne kemi marrë leje, apo kanë dhënë leje, organet më të larta të Federatës Botërore, Federata Botërore Atletikës, edhe Komiteti Olimpik Ndërkombëtar që ne këtë javë duhet mundemi të organizojmë kur do që një javë deri në datën 23 qershor. Andaj ne kemi zgjidhur për shkak obligimeve tjera apo organizimeve tjera, si shta dhe kryetari i komunës për organizime tjera që ekzistojnë këto dita dhe sot fillon dita e fëmijëve dhe të tjera. Si komision ne kemi punuar bukur mirë, po kemi arrit do shifet në kur dalmi atje të punojmë, janë të kyçuna shumë federata në shumë komuna të Kosovës, ku në bashkëpunim me Komitetin Olimpik, gjithësisht komisionin i cili i përcakton njerëzit që të cilët do të jenë në vendet të direkte, në mënyra të ndryshme, mos i përmeni se cilët sport, por shumë sporte, por ditë si ditë kemi zgjedhur, si e përmenen edhe të dytë presidenti i komitetit dhe kryetari i komunës, është dita olimpike, është e përcaktuar me 4 qershor, ku 1000 fëmijë do të jenë në qendër dhe do të ketë edhe gjëra tjera të cilat e përcjellin këtë ditë, që bashkarisht me fëmijë për moshës 6-7 vjeçare dhe ta bëjmë vërtet një ngjarje them festival, sepse Kosova nuk ka pas para shumë vite Komitet Olimpik të organizoj, andaj ne jemi të kënaqur dhe duhet të punojmë që Komiteti Olimpik ndihet në çdo botë, po ne të tregojmë që edhe këtu organizojmë gara të lloj-llojshme dhe i tregojmë që jemi të aftë për një organizim gjithësisht edhe për rezultatet e tjera të cilët ngjahen. Unë deshta një të potencoj që Lëvizja Olimpike e Kosovës, Komiteti Olimpik i Kosovës ka për qëllim masovizimin e sportit në Kosovë, e ky masovizim bëhet pikërisht me këto aktivitete të cilat po i promovon Komiteti Olimpik i Kosovës. Ne kemi aktivitete të ndryshme që gjatë gjithë vitit i promovojmë, së bashku me gjitha federatët sportive, ku shfrytëzoj rastin të falenderoj Federata Sportive të Kosovës, në veçanti Federatën e Sportit Shkollor, të cilët e bëjnë punën kryesore, së bashku me Federatën Atletikës dhe gjitha federatat tjera, padyshim komunat e Kosovës, të cilat gjithmonë janë të gatshëm të bashkëpunojnë me Komitetin Olimpik të Kosovës, me fëmijët e tyre. Qëllimi pra jonë është që fëmijët të heqin për rrugëve, prej telefonave, prej televizorave, të mirën me sport edhe të kemi një shoqëri të shëndetshme. Padyshim, një falënderim i veçantë shkon edhe për sponsorët tanë, të cilët i kemi gjithmonë krah, se pa ndihmën dhe suportimin e tyre, këto aktivitete do të ishin të pamundura. Kështu që nëse keni ndonjë pyetje, mundeni me bë.